e 55 vjeçares Bardhe Ziçi nga bashkëshorti i saj Shtjefen Ziçi ka tronditur opinionin publik. Ngjarja ndodhi në lagjen Mark Lula të Shkodrës, ku 62 vjeçari dyshohet se i qelloi për vdekje me një armë gjahu të pajisur me leje. Çifti ishte prind i 2 fëmijëve, ndërsa motivi paraprak i hetimeve lidhet me xhelozinë. Sipas të dhënave, para krimit, autori i kishte kërkuar bashkëshortes telefonin celular dhe më pas e qelloi në hyrje të banesës. Deklarata e tij pas arrestimit, "Nuk kam bërë diçka të gabuar, gruan time vrava", ka shkaktuar reagime të forta për mënyrën se si shpreh një perceptim të shtrembëruar mbi marrëdhënien bashkëshortore. Kjo fjali është interpretuar si shenjë një mentaliteti që e sheh partnerin si pronë dhe jo si një individ me të drejta dhe liri të barabarta. Ekspertët e konsiderojnë pikërisht këtë lloj mendësie të ushqyer nga xhelozia dhe dëshira për kontroll si një nga faktorët që mund të çojnë në dhunë ekstreme ndaj grave. Rasti rikthen në vëmendje rëndësinë e luftës kundër dhunës në familje dhe nevojën e ndërhyrje të hershme për të parandaluar tragjedi të tilla.